Nesër parlamenti do zhvillojë mbledhjen e fundit duke mbyllur kështu legjislaturën e 10. Ligjërisht deputetët do të vazhdojnë të mbajnë mandatin e tyre deri në datën 9 shtator, por nga java e ardhshme ata s'kanë më pushtet të miratojnë ligje. Seanca nesër ka 10 çështje për të diskutuar, mes të cilave raportin vjetor të Këshillit Kombëtar të Integrimit, ndryshimet në buxhet, si dhe disa ligje që lidhen me forcat e armatosura, apo edhe miratimin e strategjisë kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja. Ndërsa raportimin kuvend të institucioneve të pavarura, duke nisur nga SPAK-u tek prokurori i përgjithshëm, u shtypur në vjeshtë dhe do të realizohet nga deputetët që dolën nga zgjedhjet e 11 majit. Më shumë se 100 projekt ligje të propozuara nga deputetët nuk u shqyrtuan në këtë legjislaturë dhe ato zërohen me fillimin e punës nga Parlamenti i ri. Mes ligjeve që sollën debate në këto 4 vite por nuk u miratuan kurrë, janë nismat për të nxjerrë jashtë parlamentit personat që kanë bashkëpunuar me ish-sigurimin e shtetit. Janë draftet e Partisë Demokratike për ndryshuar kushtetutën e për të rikthyer koalicionet. Janë propozimet e opozitës për një ndarje të re territoriale, deri tek nismat e deputetëve për vendosjen e minimumit jetik, statusin e minatorit apo ish të përndjekurit politik. Në këtë legjislaturë, qeveria mbështetur nga 78 deputet nuk pati probleme për të miratuar ligje apo reformat e nevojshme për të drejtuar vendin. Por ajo që shenjoi më shumë këtë parlament ishte përplasja brenda partisë më të madhe të opozitës, Partisë Demokratike, pas shpalljes non grata të liderit saj historik Sali Berisha e vendimit të kryetarit Lulzim Basha për ta përjashtuar nga grupi parlamentar. Edhe pas 4 vitesh, Partia Demokratike nuk arriti të bashkohej, e sot deputetët e saj janë të grupuar në 3 forca politike. Në 10 shtator do të mblidhet parlamenti i ri, e 140 deputetët e dalë nga zgjedhjet e 11 majit do të nisin mandatin për 4 vitet e ardhshme.